Kryesia e Bashkisë Islame të Kosovës ka mbajtur sot mbledhjen e radhës në të cilën u diskutua për muajin e Ramazanit, zakatin, sadakatul fitrin, si dhe për çështje të rëndësishme që ndërlidhen me Institutin për Hulumtime dhe Studime Islame. Fillimisht në këtë mbledhje, kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Miftiu Naim Tërnava, uroi gjithë qytetarët e Kosovës për ditën e çlirimit, ditë kjo në të cilën 22 vite më parë vendi ynë fitoi lirinë. Po ashtu, Miftiu Naim Tërnava përgëzoi edhe Shqipërinë, e cila gjatë ditës së djeshme për herë të parë është zgjedhur anëtare e përkohshme e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Gjatë kësaj mbledhje u diskutuan dhe u miratuan raportet për muajin e Ramazanit, atë të zakatit, si dhe të sadakatul fitrit. Mes tjerash u aprovua dhe rregulloria e Institutit për Hulumtime dhe Studime Islame. Gjatë kësaj mbledhje u shtjelluan edhe problemet eventuale të besimtarëve dhe për mundësitë që Bashkia Islame e Kosovës ka në lehtësimin dhe përmirësimin e tyre.